koalicioni një fitues të zgjedhjeve, a mund ta krijojë domethënë ose a mund ta votoj kryetarin e kuvendit edhe pse nuk i ka fituar zgjedhjet, njëjtë siç është me zgjedhjen e qeverisë, sepse për kryetar kuvendit nuk ka opinion gjykatës kushtetuese për koalicionin një fitues, aty thuhet që vetëm koalicioni fitues mund ta ketë kryetarin e kuvendit, dhe natyrisht kjo pastaj ka krijuar problemin më të madh, gjë që duhet të ishte ai që i ka 61 vota si për kryetar të kuvendit, si për qeveri, është pothuajse normale që të krijojë domethënë institucionet. Kjo ka krijuar një vakum dhe një farllëj, si më thonë, tensionimit situatës dhe krizave të vazhdueshme pas zgjedhjeve në Kosovë, sepse gjykata kushtetuese i ka bishtuar gjana dhe si më thonë, nuk ka qenë, si më thonë, e njëjtë sikurse për qeverinë edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, andaj jemi në situatën e jo të lakmueshme të një krize politike. Do t'i shkoj vetëvendosje zonjës Osmani në takim? Normal do duhet të shkonte sepse ajo është presidente e vendit dhe pavarësisht asaj ai pëlqen tani me vetëvendosje sepse i kanë raportet e krisura si duket me presidentin aktualisht, do duhet shkonte sepse është domethënë pikëpari respektimi i rendit kushtetues. Në të njëjtën kohë është parti politike demokratike, çdo parti demokratike, biseda, dialogu nuk do të ishin pengesë për të ardhmen e saj. Pse insiston kaq shumë vetëvendosje me Albulena Haxhiun? Para punës unë mendoj që insistimi i tyre do të vazhdojë me Albulenën përderisa ata nuk i kanë votat për qeveri, dhe mënyra vetme për ta bllokuar ecjen e procedurës, sepse nëse votohet kryetari i kuvendit, vije shumë shpejt procedura për zgjedhjen e qeverisë, pa aty për 15 ditë ka lënë afatin në rast se nuk le të themi do të ketë mandatar që i ka 61 vota për themelim qeverisë, atëri ka lënë rradha partive opozitare dhe qëllimisht zoti Kurti duke ditë që zonja Haxhiu është një prej personave më përqarës në kuptimin e skenës politike kosovare, ka qitë dhe din që opozita nuk do t'ja votojë asnjëherë për të mos të lejon domethënë të ecë procedura tutje derisa gjendet një marrëveshje politike qoftë për të krijuar institucione, qoftë për të vazhduar zgjedhjet e reja parlamentare. Në qoftë se nuk zgjidhet kjo situatë, sepse shumë konstitucionalistë mendojnë se edhe gjykata kushtetuese do ta ketë të vështirë të japë një zgjidhje pas një interpretimi të fundit që ka bërë, si shkohet në zgjedhje dhe kush është i interesuar për të shkuar në zgjedhjet parakoshme? Po do duhet që le të themi të konstituohet kuvendi dhe pas konstituimit të kuvendit kryetarit dhe nënkryetarëve, atëherë mund të mbledhen le të themi partitë politike, të bëjnë një marrëveshje politike dhe karshi i kësaj të shkojnë në zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme. Në njëjtën kohë zgjedhjet politike më shumë të aktualisht në bazë të standardit fundit që ka bërë UBO i kanë konvenuar PDK-s për faktin që ka pas një rritje të lehtë, sepse AK dhe nisma nuk do të kalojnë në pragun dhe ky elektorat është i komandanta, si më thonë, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj, është pak më afër me PDK, në njëjtën kohë një pjesë e elektoratit ndoshta aleancës mund të kalojë tek Lidhja Demokratike në rrafshin e Dullagjinis, por është më i pak. Dhe të njëjtën kohë vetëvendosja ka një ramje të lehtë, le të themi 2-3%, po prapë se prapë është partia e parë dhe është partia më e madhe në vend. Ka sërish të seancë, apo mendon se sërish do të vazhdojë i njëjti skenar dhe mendoj që me qenë se një parti politike si Aleanca ka qenë lëndë në gjykatë kushtetuese për aspekte procedurale, mendoj që është gabim që të mlidhet përsëri seanca pa pas një përgjigje nga gjykata kushtetuese. Po sa mund të vonojë gjykata kushtetuese për këtë? Po këta kanë kërkuar një procedurë shpejt që normal në rrethana të caktuara, me qenë se po bëhet fjalë vetëm për procedura, mendoj për 2 deri në 3 javë do duhet japte një përgjigje gjykata, sepse nuk bëhet fjalë për çështje nëse substanciale, është më tepër për çështje procedurale, lejohet domosdoshmë votimi në fshehtë në gjysmë të rrugës të votohet kur ne kemi filluar me një votim të hapur në fillim të procedurës së zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, gjatë që për mendimin tim është gabim, sepse i bie sikur në lojën e futbollit kërkoj dikush mirët vesh para se të fillojë loja të bëhet vari, kurse në gjysmë të lojës thuhet jo vari s'po na pëlqen, po vazhdojmë siç ka qenë më herët domosdoshmë procedurat. Andaj mendoj se është gabim, si më thonë, të ndryshohet rrugës metoda dhe është kundër praktikës parlamentare në Kosovë që ka qenë për vite të tëra e tillë. Interesant ishte takimi i zotit Kurti me ambasadorët e Quintit. Ata të gjithë në reagimet e tyre.
ata të gjithë thanë për qeverinë, ndërkohë që Kurti thoshte për Këshillin e Europës. Çfarë? Po, faktikisht Sinani ka ikur, sepse thelbi ose esenca e kësaj ka qenë, domethënë, që nuk kemi qeveri të re, dhe natyrisht që Kosova s'ka mujt me hyrë në agjendën e Këshillit të Evropës për faktin që nuk i ka pasur, le të themi, votat për këtë, dhe të njëjtën kohë nuk e ka plotësuar kushtin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, as kjo qeveri, dhe natyrisht unë mendoj që thembra Akilit pse nuk po i konvenon askujt themelohet qeveria dhe të merr përgjegjësinë vetëm një parti, është sepse Bashkia Ndërkombëtare do të kërkojë që pas 4 muaj ose 5 të themelimit të qeverisë të bëhet asociacioni i komunave me shumicë serbe, dhe natyrisht gjëtjet më të mira ka bërë si duke Lidhja Demokratike me gjasë konsultuar edhe me partnerët ndërkombëtar që krijohet një qeveri e tranzicionit ku pajdet i takon të gjithë dhe për themelimin e këtij asociacioni, dhe kërkosh nuk do të shkohej për një gjatë të tillë, për një qeveri të përkohshme, edhe do të zhbllokojë kësaj Kosova në aspektin ndërkombëtar politikisht, dhe pastaj mund të hyjmë në zgjedhje të reja ku ai që i fiton zgjedhjet ta krijojë qeverinë e re.